vendi ynë për të integruar në BE duhet të zbatoj agjendën e gjelbër. Çdo njeri duhet niset me vetveten se si mund ta ndryshojë veten çdo ditë, çdo minutë. Shteti si shtet mund të marrë shumë masa të ndryshme dhe të shohë se cilat procese nuk janë të venduara në shtet që inkuarojnë Green Kosova dhe gjithashtu mentalitetin dhe sjelljen. Si munden bizneset tona, njerëzit tanë, të rrisin kapacitetet e tyre biznesore, ekonomike dhe individuale, të fitojnë, por të fitojnë në mënyrë të qëndrueshme që të kenë qasje në tregun e BE-s. Shumë mirë që e ke krijuar emisionin. Për çdo biznes, për çdo njëri që është në Kosovë, për shkak se shqiptarët, si shqiptarë, ne udhtojmë për stepërmi. Dhe gjithë ne, kur shkojmë në Zvicër, apo shkojmë në Austri, apo shkojmë në Itali, apo shkojmë në vendet bukura, ne kënaqena kur e shohim. Ama kur kthena në trojet tona, ne bëjmë veprën që na ka mësuar prej zvogli. Një pjesë e ngjitjes së Bashkimit Evropian, ata ti do të shiqojnë nga gjithë anët nuk është veç biznesi se ke ngritur objekte. Do të shohin se a ki e kulturën, a ki e krimin, si sjellësh ti si njeri në atë shtet. Domethënë ati si individ a ki e përgjithësi. Çka mund të sjellë natyra të mira tek njeriu? Domethënë së pari shëndetin. Edhe ne dim posaçërisht njerëzit që vuajnë për smundjeve e kuptojnë çmimin dhe kostojnë kur tupet shëndeti.